Se unë hutova, si e? Hutova se po shikoja në Instagram në fakt Into Vëllbenja, një video që kishte bërë Gigi Hadid dhe Kendall Jenner, që janë aq të bukura, domethënë mu deshta shikoja 3 herë, e para duhet shifja gocat, njerë nuk e kisha mendje se çfarë po thonin. Herën e dytë do shifja si janë veshur dhe sa të bukura janë pa make-up, dhe herën e tretë kuptova se për çfarë ishte video. Në fakt kishin bërë një video shumë funny, i shohim nga hera bashkë, njëra është më e bukur që mund të ekzistojë mes brunave, tjetra është më e bukur që mund të ekzistojë mes biondeve, domethënë. Nëse ju i keni preferencat e ndara, njëri do bionde, tjetri do brune, tek vajzat i keni të dyja. Kishin bërë një version të këngës së Justin Bieber, edhe më pëlqeu shumë me të drejtën. Njëra recitonte atë këngën Baby Baby, që ne dum shumë këtu, ma kemi thënë dhe stërthën, ndërsa tjetra e këndonte. Anyway, këtë video ju mund ta gjeni në Into Vëllbenja në Instagram për ta parë, për të kënaqur, matematikisht ishte shumë funny dhe shumë e këndshme. Nëse dhe ju bëni një video të kësaj natyre, mund ta nisni në emailin ton fan@intv.al. Tani filluam kështu si rrëmuj, si pa lidhje, pak, po çrëndsi ka kjo se mos është ndonjë gjë me lidhje këtu. Vudit me gallati kemi gjërat. Edhe funny, se kështu duhet jetë. Mirë se erdhët në Fande dhe për ditën e sotme. Shpresoj të keni kaluar sa më mirë. Më duket sikur po prishet koha, ëh? Nuk do ketë më të paktën të premten mos bjeri shi aman, se kam me merak që ditën e ditëlindjes të kemi një çik shalët jashtë, prandaj kjo është e gjitha. Gjithsesi, Sigi, mund ta bëjmë në një parakalim sensual strishash, sapo filluam t'ju bëj një ftesë gjithë follower që janë gjithmonë më ne, dhe kjo është një ndër gjërat që mua më gëzon më shumë ti, edhe ma bën ditën shumë më të bukur, sikundën e mundojmë të zbukurojmë çdo ditë tuaj. Mjafton që ju të bëni pjesë në të gjitha rrjetet tona sociale, edhe në Facebook, edhe në Instagram, edhe në Twitter, edhe në kanalin tonë YouTube, ku mund të ndiqni kështu puntatat, apo nëse kemi ftuar për shembull një ndër personazhet tuaj preferuar dhe ju vdisni ta rishikoni atë personazhin, gjeni puntatën eksakte të çdo emisionit mundshëm në YouTube të uploaduara kështu të shkarkuara. Tani, gati për një Fun Day. Çfarë është sot e mërkur? Mesjave i bie, është tamam mesjave dhe je kështu, as nuk jep as nuk merr. Ua kuptoj shumë mirë atë ndjesinë e çuditshme që mund t'ju ketë kapluar. Ama për këtë do si shumë gjëra të bukura në Fun Day, që të paktën në këto 2 orë që ku ne jemi in for life dhe i marrim gjërat me pozitivitet, me sportivitet dhe bëjmë gallata, të ndihemi mirë. Unë nuk e kuptoj pse po qesh. Ka ndonjë arsye? Ma thua pastaj. Okej, në rregull. Do flasim për ditëlindje, do flasim sot kemi The Life is Better with Friends. Ne bëjmë nga hera çdo të mërkura, mund të çojmë pak në këmbë Spori do të rehate, okej, se kemi dhe barku një jashtë dhe gjunaftri ullur. Tani, sikundër çdo të mërkur, edhe sot ne kemi Life is Better with Friends, që vjen me shumë dashuri nga Redi, në fakt, ku në fokus janë gjithmonë kafshët, miqtan me 4 putra, se ku jemi fokusuar në ditën e sotme, do ta tregoj pak më vonë, është një insert shumë i këndshëm, ku shumë për ju të paktën ju që keni kafshë në shtëpi do ta gjeni veten për të qenë shumë të sigurt. Dhe ky është parakalimi më spontan që kemi bërë ndonjëherë dhe sensual mbi të gjitha, ëh, se vdesim për kështu gjërat. Tani, përpos kësaj, në Fun Day sot do të flasim edhe për Drake dhe si e kaloi ditëlindjen. Britney Spears i ka ndodhur një incident. Ju çuna jeni shumë kurioz për këtë incidentin. I ka nikur ca rroba. A me dashje, a pa dashje, do ua tregoj pak më vonë. S'ka lënë vend për imagjinat Britney Spears. Do flasim për një ndër modelet më intë momentit që dikur ka qenë pjesë e këtij fenomenit bullying, e ngasmonin në shkollë, nuk e linin rahat të shkretën. Kemi Hot of the Day Ledri Vulave, që a jena mirë? A jena mirë njerë nëse harrova t'ju pyes. Mua më ka pëlqyer shumë si këngë. Kam edhe unë ato pikpyetjet e mia, po do t'i themi pak më vonë. Një cover song shumë interesante. 2 djem në fakt do të vinë sot, një për cilëve është Conor Maynard, që ju e doni shumë të paktën ju gjithë fan lover, kanë sjellë një mashup dhe kanë bashkuar 3 këngët më intë momentit duke i sjellë kështu në versionin cover. Çfarë kemi tjetër? Kaq pas kemi më shumë. Kështu që ikim te kënga e parë dhe filluam. Inteligjente që nuk shoh mirë. Se pa bënim një diskutim ne këtu tani dhe ua them edhe juve dhe do ta shohim ato më jepni të drejtë apo jo. Sa bukur e vendosa këmbën këtu. Se kështu duke shumë e gjatë kur e ngren majt gishtave, prandaj po e bëj, ndërkohë se çka ca ndrydhje muskuli këtu, nëse nuk het deri në fund të emisionit, ja sakrifica për të dukur bukur. Tani, po diskutonim më herët këtu kur po dëgjonim këngën
hyrse në Fan Day të Lana Del Rey, po flisim që ne bëjmë ca shaka me njëri tjetrin këtu, normal, 80% kohës shaka bëjmë, 95% më saktë. Edhe Arlisi u hodh në sulm dhe na tha që shakata është gjysma e të vërtetës, ose një e vërtetë thënë me lezet e tjerë, se ka një çikë zë shpirt kundërshtimi. Rrallë flet, po kur flet nuk thon gjëra të mira. Edhe ne po i thonim Arlisit që di si është puna, unë kam të drejtë ta them gjën. Si do lloj qoftë, ajo e vërteta bë gënjeshtër, pastaj problemi që ndodh tek pala tjetër, nëse ti merr gjëra në konotacion negative, bëj sepse je njëri negativ. Nëse je pozitiv në shpirt, nuk e ke problem dhe i merr çdo gjë me pozitivitet edhe nuk të shqetëson absolutisht asgjë. Dhe nga kjo që thash unë u fascinua Fationi, domethënë dhe tha, ç'a teorish ke ti mi Fatma. Edhe unë po i thoya që jam inteligjente, po jam pak qorre, domethënë aktualisht. Sa po kemi konstatuar problemin e fundit. Tani, gëzuar ditëlindjen kurdo që feston ditën e sotme, se kemi harruar, gëzuar në këtë 26 tetor. Iku dhe tetori, jo? Javën tjetër kam idenë e hëna, është dita e fundit e tetorit, po unë me data nuk kam qenë kur mirë, kështu që ma pranoni dhe këtë gabim. Në këtë 26 tetor, tani ta mbulemi çik barkun se feston Hillary Clinton, është turp na shohë kështu. Hillary Clinton, politikane amerikane, kok me Donald Trump aktualisht, janë ndarë dhe vipat gjysma, njëri suporton këtë, tjetri suporton atë. Feston 69 vjetorin dhe shpresoj të jetë ky viti me fat i vet Hillary Clinton. Për të kaluar pastaj tek një country singer, një këngëtar i muzikës country, që është shumë i këndshëm dhe ky. Shpeshherë kemi sjellë edhe në Fan Day, po flasim për Keith Urban, i cili bën 49 vjeç në këtë ditë, dhe mbi të gjitha ne mbajmë mend nga martesa këtu e ca vite më herët me Nicole Kidman, martesë nga e cila kanë edhe 2 fëmijë ndër të tjera. Tani, dua të ndaloj tek një personazh shumë i këndshëm edhe shumë i veçantë për ne. Ne kemi thënë tani, okay, Fan Day e bëjnë personazhet e famshëm të Hollywoodit, po mos mendoni që ne ato personazhe kemi më gjatë. I kemi më gjatë se sa të gjithë fan lover. Kështu që gjithmonë më shumë jam e lumtur kur shoh që në kutinë e mesazheve në fan@zindtv.al ka mesazhe nga ju. Sot është një vajzë e cila ka shkruar për t'i deklaruar kush muzika më Giulio? Pikërisht ky është momenti që dua një muzikë të bukur unë, sepse do them diçka që është shumë e bukur dhe e bër me shumë dashuri. Angela është emri një vajze e cila është fan lover dhe na ka shkruar në emailin ton fan@zindtv.al duke kërkuar ta ndihmojnë me një surprizë që po i bën shoqes së saj të ngushtë me emrin Joana Kishta. Në këtë datë Joana feston 16 vjetorin, kështu që në emrin e Angelës ne përshëndesim e dhurojmë dhe 100 vjet Joanës, vetëm gjëra të bukura në këtë botë, të jetë follower, të marrë gjërat me pozitivitet dhe me dashuri. Sikundër Joana preferon ka shumë One Direction, ne do t'ua sjellim, ndërkohë ju mund na shkruani çfarë do lloj gjëje në emailin ton për të bërë pjesë të Fan Day pastaj. Joana gëzuar dhe ke një shoqë shumë të mirë. No, I don't want no rest. Kam 2 ndërhyrje që themi maili dhe emaili nuk doli kur. Dori kul, deshe thash këtu. Ka filluar të ngatroj fjalët. Okej, ne dim tani më se si mund të bëhemi pjesë e njëri tjetrit. Ju e dini që Fan Day është shumë e bukur kur ju bëheni pjesë, se Fan Day është për ju dhe Fan Day jeni ju. E kam thënë këtu si ato logot e fushatave elektorale. E kam fiksuar që në periudhën e zgjedhjeve. Tani, në emailin fan@zindtv.al, Sigi të lutem, Sigi parkoje pak emailin aty poshtë ekranit, të lutem. Ju mund na nisni jo vetëm video apo dedikime që bën një personi apo një histori interesante që keni për treguar ku involvohen dhe personazhe të famshëm apo një video që mund të jetë fani që keni bërë me miqtë tuaj, po ndër të tjera mund na nisni edhe një cover song. Po qëndroj te kjo e fundit se tani do të ndalojmë tek një ndër coverat më të veçantë që kemi sjellë ndonjëherë në Fan Day. Tani e pati mailin, shikojeni, shënojeni te kapaku fletores ose ku dëgjoni dikun që të mos e harroni. Tani Alex Aiono është një djalosh i cili gjithmonë dallon në këto portale të famshme ku vlojnë emra që bëjnë muzikë cover, domethënë që bëjnë cover song që janë trin. Praktikisht, ai është gjithmonë interesant sepse është në habitatin e tij, në një studio shumë të vogël dhe teksa këndon është ai që involvohet dhe bën edhe vetë muzikën, më fuduar tek muzika, prandaj ka rënë në sy të shumë nga personazheve. Është definitivisht shumë i talentuar, ne kemi sjell shumë këngë të tij, ama kësaj here e sjellim ndryshe, e sjellim së bashku me Conor Maynard, i cili vetë se ka tentuar dhe ka provuar të bëj cover, ka patur dhe produksione të tilla muzikore shumë të bukura dhe qëndron gjithmonë një ndër personazhet që nuk lë çmim pa marrë në Teen Choice, në sensin që adoleshentët e preferojnë shumë këtë të fundit, është edhe shumë simpatik. Për herë të parë janë bashkë duke bërë cover dhe kanë bërë kështu një mashup ose thënë ndryshe kanë bashkuar në një supozohet të jetë një këngë, pa aty janë 3 këngë së bashku. Flasim kështu për My Way të Calvin Harris, për I Don't Wanna Know të Maroon 5 dhe për We Don't Talk Anymore, shumë suksesme dhe kjo e Charlie dhe Selena Gomez. I kanë bashkuar të 3 këngët dhe i kanë sjellë në një version që nuk e keni dëgjuar më herët, po që është shumë i bukur dhe unë mund të vë bas që do të bëhet pjesë e playlistave tuaja të preferuara dhe atyre personale. E shohim bashkë.
Kështu duar flas. Tani, që dali barku. Flasim pak për Drake, se e kemi komentuar se tepërmi ka qenë një ndër ditëlidhjet më të famshme të kësaj jave që kemi lënë pas. Ndryshoi dhe prefiks, u bë dhe Drake 30 vjeç, etj, ky 30, 40, 50, 60, prapë Rihanës do mbesi ky djalë. Kjo është gjë më sigurt që kam thënë në ditën e sotme. Tani, aluduam shumë se kush i ka bërë mesazh, ka pritur mesazh nga gjithë femrat e mundshme që ka patur në repertorin e tij të dashurisë. Rihanna nuk i shkruajtja, nuk e morën vesh, por Nicki Minaj, Serena Williams, gjitha këto ja bën nga një mesazh të ndjera apo edhe telefonat. Pse jo? Tani, me kë ka festuar Drake, ka qenë pyetje që nuk na zinte gjumin, se ishim shumë kurioz për të parë. Në gjithë këto femra të bukura, ai zoti femër më të rëndësishme që një mashkull duhet të ketë, që është mami. Edhe për këtë mos guxoni të kundërshtoni absolutisht fare. Ka bërë një fest kështu në parapritje të ditëlindjes. Në fakt ne kemi siguruar dhe foto, sigurisht kemi siguruar, ne kemi marrë në portale. Foto që tregojnë pak a shumë momentin kur ka festuar me shumë njerëz të famshëm, po është larguar kështu në datën 24 në drejtim të shtëpisë, vetëm me mamin, pasi ka festuar me gjithë personazhet të tipit ka qenë Taylor Swift, aty e ftuar Katy Perry, John Mayer. Unë se kuptoj si mund të rrit Taylor Swift, Katy Perry, John Mayer në një fest bashk. Thjesht nuk e di. Gjithsesi është burime të afërta kanë treguar që mami i Drake ka qenë non stop aty pranë tij, të dy kishin një dashuri shumë të madhe me njëri tjetrin që e demonstranin dhe ajo që ka bërë më shumë përshtypje ka qenë fakti që mami i Drake ishte shumë e familiarizuar me gjithë këto VIP-at e kategorisë A, po mendoj. Edhe si me Taylor Swift, si me John Mayer, fliste me gjithë kështu pa komplekse, kishin batuta. Ka qenë një fest shumë e këndshme dhe në të gjithë pikpyetjet apo në gjithë tërësinë e femrave që ne menduam se mund të festojë ditëlindje me Drake, ishte mamja ajo që pati çurin qiti për veten edhe në këtë 30 vjetor. Kështu se mos vazhdojë për ca dekada të tjera se do të ketë probleme që të dashurat e mundshme të Drake. Okej, kam ide ky do të jetë lajmi i fundit i ditëlindjes, u bë ditëlindja e Drake si maraton dhe nuk po mbaron kur. Një ndër këngët më interesante që ka patur ndonjëherë, e komentuar në klip, në tekst, edhe në mënyrë si ai ka kërcyer, e komentuar edhe për sukseset që ka patur në chartet të mëdha britanike, po edhe edhe më gjerë, ka qenë Hotline Bling, kështu që e shohim bashkë. Nuk shoh, pa mundur prit. Okej. Nuk e se e pash, në fakt pash vetëm shkronjën e parë dhe po e gjej vetë fjalin. Jemi në Facebook tani, në Facebookin të Vëlbenja, ku ne do të lexojmë kështu komente që ju keni bërë me dëshirë të madhe, me qejf të madhe, me dashuri të madhe. Po flisi për vendin më të bukur që keni vizituar. Unë kam vizituar shumë, domethënë jo të gjithë kanë qenë wow, në sensin që është bileta 3.000 euro apo kur dëgjon që shet veshkun për të vajtur te ky vend, jo. Më pëlqejnë më shumë gjërat e thjeshta, po që bëhen me dashuri të madhe. Ama kam qenë gjithmonë me njerëz që i dua shumë. Është një vend që shkoj shpesh, po se tregoj do të falni. Edhe më ka pëlqyer të zgjedh të kaloj me njerëzit që dua. Kështu kam ide më shumë se tek vendi, sekreti qëndron tek njerëzit me cilën ti zgjedh të shkosh në këtë vend. Sot po ju pyesnim në Facebook kush ka qenë vendi që ju ka lënë më shumë mbresa, do doni të shkoni ta vizitoni, qytet apo shtet apo gjithçka tjetër apo një lokacion më interesant se kaq, që ju ka bërë përshtypje të mëdha dhe është vendi me cilin ju jeni dashuruar dhe është preferuari juaj. Kjo ishte pyetja që ne kishim në Facebook, ndërkohë ftesa vazhdon të jetë e hapur për gjithë ju që të bëni pjesë jona në të gjitha rrjetet tona sociale. Kisha një batut për ta thënë, po s'po e them. Tani, çuna keni ndonjë vend preferuar? Mendohuni, si keni me valë të gjata. Mendohuni, nga fundi e themi. Mirë, në rregull, faleminderit. Tani, do të shkojmë kështu në Facebook për të parë kush është followeri i parë që ka komentuar mbi gjithë dhe për të dërguar një puthje kështu. Leonard Etemi thot: "Përshëndetje Fatma, vendi më i bukur që kam vizituar është Shkodra dhe Pogradeci. Unë kam qenë të dyja dhe mua më pëlqen." Margherita thot Korça dhe Prizren, Aldo thot Chicago, Eni Dona thot Kruja, Petrela, Elbasani, Vlora, Durrësi, Apolonia, Geri thot vendi më i bukur është studio e Fandej. Oh, sa koment i bukur, e puthim shumë Geri Sopaj. Deni Den thot Indi. Unë e kam thënë që janë të fiksimet e mia të jetës është India, domethënë që dua të shkoj patjetër një herë, po se kam mbledh akoma mendjen. Lindita thot Korça, Angela thot Kotor në Montenegro, ke shumë të drejtë. Gjirokastra thot jeta ime. Saide Kuka thot Prizreni është vend shumë i bukur. Kiara, vendi më i bukur që kam vizituar është Gjermania. Enia thot është Pogradeci, Aureli thot plot vende thot por s'ka si shtëpia. Në fakt ke shumë të drejtë se kudo që shkon dhe viziton, kur kthehesh në shtëpi vetëm aty e ka të ndjesinë e të qenurit ngrohtë dhe mirë dhe rehat. Ana Maria Agusha thot Monte Carlo. Dafina thot Shkupi, më ka pëlqyer shumë dhe më pëlqen, edhe një zemër të kuqe. Ina thot Tropoja, Denisa thot Mali i Zi, Dritjeta thot Haj Fatmush, verën e kaluar edhe në Shqipëri për herë të parë dhe më duk shumë bukur, po nëse të kisha takuar ty, do gjeresh të vendi im i preferuar. Përqeputje zemër je shumë e mirë -2 Fatma.
Shiko pak se ju që s'ju vjen turp njerë, ju çuna keni haruar ditëlindjen time, ndërkohë dritë jeta numëron ditën kur vjen ditëlindja ime, -2 e ka shënuar. Të premten pra, se latnam, të premten. Edhe nuk dua ndonjë gjë të madhe, dua një surprizë që ma mbushin me të lumbace. Po të le të bëjmë sikur nuk do dil gjë unë, tjetë surprizë. Mirë, tani. Sara thot Parisi, nuk e di se kam pëlqyer kur. Alma thot hey Fatma ka qenë Prizreni. Fationa një pikë ka shënuar, Edmondi thot Lazarati. A thua tjetë akoma, ndërsa Hasa Vilson thot Qarishta, Goni Katalari thot deri më tani Apolonia, Bona Shala thot vendi më i bukur që kam vizituar është Driloni, po Gradet thot është një vend shumë i bukur. Unë përveç se kam dëshirë të më përshëndesësh nga një TV, patjetër dhe me shumë dashuri për Bona Shalën, dërgojmë shumë puthje, madje për ty që do përshëndetje, do sillim të këngën që vjen tani. Është produksioni më i fundit që e sjell Genta Ismailin më me energji se kur më parë. Do të thonë të lodh dhe të bllokojë frymat tek sa shikon aq shumë hiperaktive dhe sa kërcen në videoklip. Squad Baby në Fun Day. Do të qenë kanë çunat në humor, më mirë se kur i kam në humor s'ka domethënë. Jemi tek Hot of the Day, zyrtarisht jemi tek Hot of the Shëndet, o zot, u rritsh. Jemi tek Hot of the Day, ka zënë gripi, mos mu afro. Jemi tek Hot of the Day, po e them edhe një herë se kam thënë 10 herë deri tani. Edhe sigurisht që rriten temperaturat maksimalisht, dhe mos e flas për gocat, tu e kam për gjithë vajzat kudo ku ndodhen, është ledri. Domethënë, hot, i nxehti, ditës së sotme është ledri, pa çka se më nxehet, mund të themi që është produksioni tim i fundit që sapo ka dalë nga furra. Në sakt ka dalë nga furra gjatë kësaj fundjavë dhe është shumë afër 1 milion klikimeve për punë 2-3 ditësh sa e ka lançuar së dielën kam idenë solli, edhe për 2-3 ditë po bën kështu afër 1 milion klikime shikime në YouTube dhe ky është gjithmonë një sukses. Pak dislike kishte dhe komente që po i lexoja mbrëmse, edhe nuk shoh dhe rilexoj komente, domethënë imagjino. Ishin pozitive, ishin të gjitha pozitive. Pjesa turmës kishte edhe një tani se nuk mund të mendojnë gjithë mirë, por gjithsesi kjo nuk e pengon Ledrin. Ledri u bëri surprizë fansave këtë këngë, e dini, besoj, nuk kishte lançuar as ndonjë coming soon, as ndonjë teaser apo absolutisht asgjë tjetër, askush nuk e dinte që Ledri po bënte një këngë shumë bukur. Ditë them që bashkëpunëtorët Ledri i ka gjithmonë besnik, të tipit muzika gjithmonë vjen nga Big Bang production, që unë kam shumë qejf ta njoh kush fshihet pas ti Big Bangut me thënë drejtën. Që mund ta sillim në një disk në Fun Day, pse jo? E ndërkohë për videoklipin është kujdesur tërësisht e intermedia, që unë jam një intermediator, me thënë drejtë, se më pëlqej shumë klipe që bëjnë çunat e intermedias, që do bëjnë një hashtag intermediator tani më së fundi. E nëse flasim për këngën, mbetet në kuotat e një balade që vjen në versionin e Ledrit rap. Një klip shumë i bukur, i veshur gjithë me ngjyrat e vjeshtës, ku Ledri nuk ka më asnjë femër në krah, po një qen, shumë mirë, më besnik se që nuk është askush tjetër. Edhe mbi gjitha është një këngë e cila është lëduar së shumti nëpër portale online, që është një dedikim kundërtisht të dashurës. I përfolur shpeshherë, ama gjithmonë ka preferuar ta mbaj larg vëmendjes mediatike marrëdhënien e tij të dashurisë me Adela. Prezumohet që ato janë ndarë dhe prezumohet që ky jetë dedikim për Adelën. Tani nuk e kuptoj. Pse i komplikoni kaq shumë jetën? Pse ti duhet të shkosh në studio, të depresionohesh, të bësh një këngë, ku mund të shkosh, ta marrësh vajzën ti thuash që a mund pajtojmë se unë të dua dhe kjo punë ka marrë fund, domethënë, gjërat janë shumë thjeshta, thjesht ne i komplikojmë, kam idenë. Kështu të paktën mendoj unë. Tani ti boll qeshe se më stresove. Ju mund ta votoni këngën e Ledrit pafund në intv.al/top10. Për ta bërë pjesë të Like Ship Top 10 të çartit muzikor të këngëve më të mira, që do të vi të premte në Fun Day dhe të dielën në orën 10 paradite në In Radio me mua Fatmën. A jena mirë? Kënga e Ledrit. Mos ja vendosni Britney këtë këngë se ka problem, domethënë, nëse i shpërthyen të sipërmet, mund të griset fundi me këtë këngë. Jeni shumë të sigurt. Incidenti më i përfolur i ditëve të fundit në fakt është ai që i ka ndodhur Britney Spears në një koncert. Tani janë shumë normale, edhe diku qëndron çudia. Flasim për Beyoncé, ne, dhe themi që Beyoncé çau veshin duke bërë turneun e saj në koncert live dhe nuk i interesoi fare që po i rriste gjak, vazhdoi dhe këndoi pa e vrarë mendjen. Ndërkohë nga sfondi tjetër, ndodh që Britney Spears i hapën qipetat në mes të koncertit. Edhe bustja, crop topa, çfarë quhet në gjuhën e jashtëzve kjo, për ta thënë në mënyrë më të modernizuar.
Edhe fillon e shkreta mundohej që dali kështu si më sportive, asgjë, vetëm lëvizte dhe provoi çuni i parë t'ia lidhte, s'dinte ai të lidhte. Domethënë çuna mësoni ti lidhni, jo të gjithni. Edhe Britney mendoi që shpëtoi, domethënë edhe filloi prapë të kërcente, të bënte kështu si interesante, ju hapën përsëri. Vjen ky tjetri 2 orë ai balerini, lidhes gjithë se çfarë i bëri, derisa e stiloi në një mënyrë. Pyetja ime është çfarë u ka bërë Britney prapë në backstage, balerinëve të saj që nuk dinte lidhin crop topet që vesh Britney Spears. Kam idenë që të janë situate që i ndodhin çdo kujt. Kështu disa herë në ngrisur jo në pantallon, jo e mërzuar, kur kemi dashur të bëjmë si të bukura e të tjerë, është diçka më se normale, besoj unë, kështu që nuk është problem për Britney Spears. Mua më shkriu më shumë ai tipi që sa filloi Britney duke lidh këto, dela aty para dhe kërceqet e mek mos e kishin mendje. Kush e kishte mendje ta i çunë që më bënte, nuk e di, performancën e jetës. Gjithë e kishin mendje ai lidhja si lidhje Britney Spears. Ne do ta sillim tani Britney të veshur, është shumë e rëndësishme të veshur e sillim tani. Do të vijë serti më i preferuar i momentit për mua. Zot mërkur tani më mos harroni që ne kemi Life is Better with Friends në Fan Day ku fokusojmë një vëmendje të mirë miqve tanë me 4 puta që janë kafshët. Ndonjëri nga ju ka mace në shtëpi? Ila ka për shembull, unë e di edhe një. Çuna? Jo. Po turp si vjen? Po. Por të gjithë ju që edhe Sigi pas ka mace. Si e ka emrin o Sigi? Tani, jo gjithmonë kufja ime do t'jetë e hapur, këtë e kam kuptuar me kohë. Maci që do t'jetë protagoniste në klipin e radhës është Flutka e ka emrin, dhe është shumë maqok i bukur mbi gjitha. Është Redi ai i cili ka krijuar kështu një insert ku në fokus janë macet. Për gjithë që zini të merrni një mace në shtëpi apo keni një mace në shtëpi, si krijoni territorin e duhur, si duhet ta trajtoni dhe të silleni me to që marrëdhëniet jetë sa më produktive, ja zbulon Redi me detaje teksa ne shohim në insertin e radhës. Nëse mendoni që ka ardhur momenti në jetën tuaj që të adoptoni një mace, urime, sepse përpara jush ka për të patur shumë vite të lumtura. Nuk duhet përgatitemi vetëm shpirtërisht për të patur një mace, por duhet fillojmë të përgatisim edhe shtëpinë për banorin e saj të ri. Sot do t'i shpjegoj gjërat që ju duhen për muajin e parë në bashkëtesën me një mace. Kjo bukuroshe këtu është Flucka dhe do t'jetë për sot asistentja ime. Gjithsesi, duhet të dini se para se të merrni macen në shtëpi, duhet bëni disa parapërgatitje. Si për shembull, duhet të zgjidhni një dhomë ku macet do rri si fillim. Macet janë kafshë territoriale dhe normalisht duke vajtur në një shtëpi të re, është një ambient shumë i madh që ka shumë për të eksploruar. Kështu që zgjidhni një dhomë që do jetë shtëpia fillestare e macës. E mira do ishte të zgjidhni një tualet ose një dhomë që nuk e përdorni, po që nuk ka shumë sende. Dhoma juaj mund të jetë një zgjidhje, po nuk është një zgjidhje shumë e mirë, pasi është krevati, komodina, ka vende ndryshme që maca mund të fshihet dhe mund të rri për ditë të tëra aty, derisa të ndihet rehat. Kështu që tualeti është një zgjedhje e mirë. Sigurisht që te tualeti ju duhet vendosni një kuti me rër, tasin me ushqim dhe një tas me ujë. Dhe e mira do ishte që të vendosni dhe diçka që të rini dhe ju rehat, pasi fillimisht do të rini pak kohë me macen që edhe ajo të mësohet me ju. Kështu që sa më rehat të rini të vendi ku do jeni të dy bashk, aq më thjesht do e keni socializimin me njëri tjetrin. Apo jo, Flucka? Arsye pse tualeti është një vend i mirë si fillim dhe jo dhoma juaj e gjumit, është sepse në dhomën e gjumit maca mund të fshihet në cepa ose poshtë krevatit dhe mos të dalin më që andej. Por sido që të jetë situata, macet duan gjithmonë një vend për të fshehur. Nëse e keni sjell atë me transportues macesh, atëherë lëreni atë, pasi për macen është diçka familjare në një ambient të panjohur. Por duke qenë se macet vdesin për kuti, edhe një e tillë mund t'ju bëj punë. Zgjidhja më e mirë që ju këshilloj është të merrni një nga këto krevatet e mbuluara për macet. Ka ardhur momenti që maca të vinë në shtëpi dhe ju do e çoni në dhomën që keni vendosur për ta mbajtur. Duhet rini aty me të për disa orë. Nëse rini sa më shumë të jetë mundur, aq më mirë është, por mos tentoni që t'i afroheni ju macës. Lëreni macën që të jetë ajo që vjen te ju. Kjo pjesa e të ndeturit në tualet ose në dhomën që keni vendosur mund të zgjasë disa ditë ose disa javë. Macja do ju japi vetë shenja se ku do doj të rri ose të dali nga dhoma. Në momentin që është gati të dali nga dhoma, atëherë është momenti që edhe ajo ndihet një pjesëtar i vërtet i familjes dhe ju do të ndjeni më së të lumtur dhe më mirë me të.
Ka ardhur momenti tani që të uleni në gjunjë dhe të kontrolloni të gjithë shtëpinë. Duhet përpiqeni të keni parasysh se si mund të shohë maca e gjërat. Duhet kontrolloni për vendet që mund të gjitet kollaj ose vendet që mund të jenë të vështira për të ngjitur. Arsye pse do ta bëni këtë shumë e thjeshtë. Mund të keni disa komodina ose objekte të ndryshme në shtëpi që maca kur ngjitet mund t'i hedhë ato poshtë. Kështu që duhet të siguroheni që mos të thyej gjë ose mos të përpiqet të vritet vetë. Por përveç kësaj, gjëja më e rëndësishme është që duhet të kontrolloni të gjitha vendet ku macja mund të ngeci. Mund të jetë mënyra se si keni vendosur mobiljet ose disa vende të tjera që macja mund ngeci aty dhe mund të mos dali më. Dhe me siguri nuk do doni që të vi dikush në shtëpi që t'ju shkatrojë shtëpinë, vetëm për të liruar macen, sepse ishte shumë kurioze. Diçka tjetër e rëndësishme është që duhet vendosni rregulla me pjesëtarët e tjerë të familjes. Macja në fillim do jetë pak e trembur dhe po të shohë shumë njerëz mund të trembet akoma më shumë. Është e sigurt që të gjithë pjesëtarët e familjes do duan që të shohin macën dhe të takojnë atë, por të paktën për ditët e para përpiquni të limitoni sa më shumë në mënyrë që macja mos të çoroditet shumë. Nëse vrisni mendje se çfarë ushqimi të zgjidhni fillimisht për macën, bëni mirë të zgjidhni fillimisht ushqim të njom. Ushqim të njom mund të jenë ushqimet që janë në kuti ose që janë në konserva të ndryshme. Ushqim të thatë mund të quajmë kokrat, po macet nuk pare kanë shumë qef ato. Dhe me ushqimin e njom jeni të sigurt që ka për t'i pëlqyer direkte. Të paktën që kjo eksperiencë e re që ka macja të jetë sa më pozitive, do ketë një ushqim shumë të mirë dhe aty. Po ty çfarë ushqimi të pëlqen më shumë? Ë? Pasi të ketë kaluar një javë që e keni në pronësi macen, çojeni atë tek veterineri për një kontroll rutinë. Sigurohuni që mos të bëni asnjë vaksinë dhe asnjë gjë tjetër. Ka disa veterinerë që mund t'ju thonë që i duhen bërë vaksinat, por është akoma shumë herët. Zakonisht macet e shtëpisë vaksinohen pasi të kenë arritur moshën 6 ose 7 javore. Por e mira është që të siguroheni edhe për racën e macës. Nëse keni një racë të veçantë siç është fucka këtu, mund të ketë nevojë për një kohë tjetër vaksinash dhe për disa vaksina të tjera më të veçanta. Kështu që sigurohuni që të jeni duke bërë gjën e duhur. Me kalimin e kohës, nevojat të reja do të dalin, por ato do t'i shpjegojmë një herë tjetër. Për momentin, shijoni jetën me mikun tuaj më të ri. Kemi një histori shumë bukur që do ta ndajmë me gjithë ju. Kam ide gjithëve dhe na kanë tatur një çik në gjimnaz. Mua jo një çik pa fund, po. E fillim me vrisja mëndje, pastaj nuk është se vrisja shumë mëndje, po di çfarë do dhe personazhe që më shumë t'i ka qenë pre budizmit në gjimnaz, ndodh që jeta është një bumerang i kësaj natyre që ndodh që ato bëhen super të arrira të suksesme të bukura të mira që ti pastaj fillon dhe i ke zili mbas edhe më shumë se s'duhet. Edhe rasti konkret që vjen tani, unë kam thënë problemi fillon dhe mbaron tek vetja, gjithë secilit varet se ti vendos ti shohësh gjërat, ti zgjidhesh dhe ta sjellësh ti e shtronë në rrugën e jetës tonë, kjo është më se e sigurt. Edhe rasti në fjalë është nga këtë histori që shumë të frymëzojnë, kështu që mendoni pak ju në shtëpi, bëjni pak llogarit mirë të vetes suaj se mund të arrini çfarëdo gjë që doni me pak inteligjencë dhe me shumë dashuri, kemi thënë. Rasti në fjalë ka në fokus sa shumë ke të vështirë sot ti je sëmur, patjetër. Shëndet prap se harrova. Tani, rasti në fjalë ka në fokus një modele 19 vjeçare, që është modele më e dëgjuar, më e klikuar e momentit dhe ku The Daily Mail po shkruan non-stop për këtë. Claudia Diop është një vajzë 19 vjeçare, edhe modele në fjalë, e cila në gjimnaz talli non-stop për ngjyrën e saj të lëkurës. Ama kritikët e modës e kanë cilësuar si një ndër ngjyrat e lëkurës më unike që mund të keni parë ndonjëherë. Ne kemi një sër fotosh që do t'i sillim tani për të njohur më mirë me Claudian. Ka një ngjyrë të theksuar të lëkurës, sot është bërë shumë viral në internet dhe e kanë cilësuar si Melanin Goddess. Në fakt, se ngjyra e saj është tmerrsisht shumë e bukur dhe e veçantë. Momentalisht, 19 vjeçari jeton në Paris, ka thënë për Daily Mail se komentet gjatë fëmijërisë për ngjyrën e saj të lëkurës kanë qenë të shumta dhe absolutisht fare pozitive. Dhe nuk e ka vrarë absolutisht fare mendjen mbi gjitha, po ecën përpara duke shkëlqyer në modeling që prej moshës 17 vjeçare. Madje shpeshherë shpallur si Queen of Beauty në shumë kompeticione muzikore. Dhe më shumë se të gjitha këto kam vënë nga këto histori që të frymëzojnë, që çdo gjë e jotja që në dukje mund të jetë defekt. Nëse ti di si ta trajtosh, mund të ti parë shumë mirë që ty të bën interesante fundit. Pastaj çdo gjë ndodh për një arsye dhe këtu i kemi mbyll të gjitha. Do të kalojmë tani më duke shpresuar që ju ka inspiruar në maksimum historia e fjalë, do të kalojmë tek një ndër bandat më interesante që ka serviruar muzika deri më sot. Po flasim për Magic, në fakt, produksioni i cilëve i fundit është shumë ndryshe, dedikuar një ndër tragjedive të ndodhura të paktën kohët e fundit. No Regrets vjen tani në Sunday.
shfryet sa foto qensh, se më pëlqejnë shumë. Unë kam një dashuri shumë të madhe për byrekun, për qenë, për njerëzit që duan kafshët, etj, për shumë, domethënë. Më rëndësishmë që të kesh shumë dashuri, se asnjë dashuri nuk i ngjan tjetrës. E me qenë se jemi tek dashuria, ka dhe gënjeshtra në dashuri, po më rëndësishmë mos jenë gënjeshtra që kanë pasoja fatale, domethënë le të jenë gënjeshtra të bardha, të kuqe, çfarë do lloj ngjyre jepu. E rëndësishme është të thuaj në kohën e duhur. Liam, një ndër anëtarët e One Direction, është përfolur shumë për marrëdhënien e tij me Cheryl Cole, edhe për diferencën e madhe në moshë që kanë. Kur kjo ishte një ndër trajnerët e X Factor, domethënë aty lindja, ndjesia, dashuria etj. Tani çfarë ka ndodhur? Po çka se destinacionet e tyre të punës janë të ndryshme dhe le të themi që futet pak ai fenomeni distancë në marrëdhënien e tyre dashurisë, ja kanë dalë shumë mirë. Në një kohë ku po përflitet shumë marrëdhënia e tyre, ato janë shumë super me njëri tjetrin, janë shumë cute thatë janë, se ti vdes për këtë shprehje, dhe janë shumë lumtur mbi gjitha. Problemi që ndodhen dikun tjetër është përfolur së fundit që Cheryl mund të jetë edhe shtatzën mbi gjitha. Po këtë që mendoj prindit e kësaj që kjo ka marrë gati çunin e vet për burr, po është çështje tjetër kur vjen ku flitet për dashuri, nuk ka limite, nuk ka kufinë absolutisht as në moshë. Njëri 23, tjetra 33 vjeç. Vërtetojnë që ekziston dashuria mes tyre. Gënjeshtra e vetme që Liam i pas ka thënë Cheryl Cole që nga kjo. Thënë, ka gënjeshtra në marrëdhënie, po qofshin gjitha gënjeshtrat të këtij formati, sepse ai ka treguar që gënjeshtra më e vetme që kam thënë është se të pëlqeja, ndërkohë që unë e dija se të dashuroja. Këtë se ka thënë kështu kot fare, madje ka thënë në Instagram me një postim të këtill që ne e sjellim edhe tani në fakt, edhe gjithë dedikimin e ka për Cheryl, për të dashur e tij 33 vjeçare, siç duket, po shkojnë shumë mirë edhe dashuria gjithmonë e në rritje. Imagjino kur e pëlqente e dashuronte. Po tani që thot e dashuroj, kush di se çfarë niveli stratosferik është dashuria. Po kështu historisht na duhen për të na inspiruar mbi gjitha. E pse jo për të bërë një këngë bashkë të dy. Kam ide ishte shumë e suksesshme dhe shumë e bukur. Ne do ta sillim tani Cheryl kush në një Crazy Stupid Love. Nga dashuria shkojmë te kimia, kështu vajton këto punë, domethënë. Pa kimi s'ka dashuri, dashuria s'ka lezetshme kur s'ka kimi. E të tjerë gjithmonë bashkë. Gjithsesi mendoj që është pak vrastare kimia. Ma besoni kam të drejtë në këtë frekuencë të fjalisë. Tani, kemi parë një ndër këngët më suksesshme të verës, nuk është kjo që është në sfond, që se kam fare të preferuar, le ta themi dhe këtë, po është The Chainsmokers me Halsey që patën atë këngën Closer që bëri Nami, pa çka se kur nuk e pati një videoklip oficial, kështu dhe zyrtar mbi gjitha. Duke marrë parasysh që Justin Bieber bëri Nami në dy produksione që pati me DJ Snake dhe Major Lazer, pa bërë dhe ai një videoklip. Domethënë kur muzika është e mirë, mos i vish ti lule dhe korniza absolutisht fare mbi gjitha. Tani, në rastin konkret do të flasim për The Chainsmokers, edhe kur ne pam performancën e tyre në MTV në fakt, midis një ndër dyshe së famshme të suksesshme The Chainsmokers, flasim për Andrew Taggart dhe këngëtarës Halsey, vumre që përpos që kënga pat një rekord klikime shumë suksesshme dhe performanca shkoi shumë mirë, se që përqafoheshin ato si pasiklet, putheshin, po mendoj, kështu putheshin pjertas, diagonal gjithmonë, edhe përqafoheshin edhe ishin shumë afër me njëri tjetrin dhe thamë, ua qa aktor është këto. Për herë të parë që unë u tregova open-minded dhe nuk i gjykova tash këto me siguri janë bashkë zakonisht kështu them. Për të parë që unë mundova të tregojmë qytetare, open-minded, mos kem probleme, kështu tash është thjesht një paraqitje skenike, janë thjesht dy aktorë të talentuar, sa mirë që bëjnë kështu, tregojnë ndjesinë e këngës etj. Isha gabim, domethënë. Për herë të parë që unë mundova të tregoj me mjek, kisha gabuar. Ato kanë sjellë një videoklip në fakt ku kanë bërë kështu që të gëlojnë media duke prezumuar gjithmonë që mes tyre ka diçka më shumë. A është kimi, a është dashuri, a është atraksion, a është shtirje, që s'besoj të jetë kjo e fundit, s'mund ta putosh tjetrin dhe ti je kaq afër fizikisht, ti je për të shtirur, ose pak nëse dua ta mendoj këtë të fundit. Ato ka sjellë një klipin zyrtar më në fund, duke i parë se sa afër janë dy protagonistët, do të kuptoni që Fatma ka të drejtë për të parë herë në jetën e saj. Ne do të shohim tani Closer. Shumë gjëra të bukura do vinë në pjesën e mbetur të ditës në Interval Benja, kështu që mos i bëni absolutisht fare skip asnjë pjesë të programacionit që do të vi për kënaqësinë tonë. Giulio, ku gjete këto këngë, të lutem. Faleminderit shumë. Tani, Once Upon a Time na ishte një herë që ju keni komentuar shpeshherë si një ndër preferencat tuaja, edhe në Facebook Interval Benja do të vi sot në 17:2.00, kështu që mos e humbisni kurse si për asnjë arsye sa të mbaroj fande, keni kohë të hani në një gjuhë të vogël edhe shumë mos hani se kilogram janë ato të tepërta, kështu që në 17:2.00
ndiqni na ishte një herë. Nëse doni të hani teksa shikoni krip dhe piper pastaj. Formati shumë i lezetshëm i këndshëm dhe për të ngrënë gjithë si format, domethënë nga fillimi në fund, vjen çdo ditë edhe sot në 18.00 krip dhe piper me dy masterchefat më cool, më cute dhe më të dashur që keni parë ndonjëherë. Alfio, ka shumë them asgjë tjetër për Alfio se nuk më do ai. Ndërsa Indriti pastaj që është një dashuri e madhe, shumë i talentuar, shumë i dashur që bën byreçka dhe më thot mua Fatma hajde se kam bërë byrek se e di që ti do byrek etj që e përshëndesim shumë. Dyshe shumë ideale që do t'ua bëjnë sigurisht pas ditët më të bukura, do t'ju shtojnë dëshirën për të gatuar kështu me recetat e thjeshta që sjellin gjithmonë për ju, për t'i bërë surprizë njeriu tuaj të dashur, për të gatuar diçka se dashuria se ç'vjen nga stomaku, paktën kështu thuhet. Mos harroni editorin informativ të lajmeve, news, i gjithë nga Iliri, sigurisht ndryshe se nuk normal is boring për ne. Në 18:30 vjen dhe trejat, Rudi dhe Mateo, një tjetër dashuri e madhe e jona. Studio atyre që nga shumë rëmuj për momentin, po kanë kohë deri në orën 7 që ta rregullojnë dhe t'ju sjellin gjërat e bukura që kanë menduar për t'i servirur në ditën e sotme për gjithë ju shikues. Por mos harroni edhe Ariola do të vinë në mbrëmje tek unë në orën 20:00 me një të ftuar tjetër shumë special. Kështu që mos u humbisni as këtë puntat, do kënaqeni duke zbuluar një intervistë akoma dhe më interesante. Cinemania Saturday Last Summer do të vinë në orën 21:00, një film tjetër për të mos u humbur që darkë do ta bëjmë interesante me popcorna, me cola, nuk është mirë me ujë më mirë, të tjerë dhe me njerëz që u doni aty afër. Do t'ikim tek kisha harruar fare që Rita Ora edhe bën këngë, se kohët e fundit nuk po e dëgjoj më për këngë. Rita Ora dhe Chris Brown me Body on Me. Edhe këtë këngë pothuajse e kisha harruar, po më ka pëlqyer shumë. Madje ma kujtove tani kur kanë bërë performancën për herë të parë në MTV e kanë prezantuar, pastaj prezantuan klipin, po kanë qenë fat shumë vitesh, ma domendja, se shumë vite si jam mirë. Edhe mbaj mend që Tia erdhi me makinë, domethënë nga jashtë, fut brenda në MTV, ndërsa Rihanna doli nga toka, domethënë doli kështu gjigante, s'është e shkurtër ajo për fat mirë. Edhe kishte një xhaket, mbaj mend shumë të shkurtër, edhe që ishte e hapur komplet, unë isha gjithë kohë mos u zbulua, sa atë kisha turp të shikoja, domethënë. E shikoja edhe kështu mbi gjitha. Bravo. Megjithëse jemi në fund, e bët dhe këtë mbivendosjen e kamerave që duket shumë i bukur dhe që më pëlqen shumë. Tani, vendi më i bukur që kishe vizituar ti, kush ishte se ma the një 10 herë emra të ndryshëm? Kush? Semani. Okej, pse ke ndonjë përjetim personal apo ashtu kot? Ndërsa Arlisi tha për mua sa vendi i preferuar është Parku Rinia këtu në Tiranë, për arsye vetëm sepse aty ka Pokemon Go. Paramendo sa e do ti këngën e Maroon 5 që është me Pokemon Go. I don't wanna know, Të pëlqen? Duhet të kishte marrë një personazh në videoklip, kam idenë. Ti biri ke ndonjë vend të preferuar apo? Jo, ti je kështu dhe travel boy, si ka mundësi. Vendi i preferuar i gjithë fan lovers që më shumë doni ta vizitoni dhe e keni vizituar dhe keni patur impresione fantastike, ne do ta shohim tani. Johnny Fair thot, përshëndetje Fatma, vendi më i bukur që kam vizituar është Gadiçulli i Zvërnecit, një mrekulli e tet. Kristia Çeli thot Republika Dominikane. Aldi thot hello Fatma, vendi më i bukur që kam vizituar është Berati. Elia thot Dubrovniku, Fabio thot New York, Shkopet thot Deni, Marceli thot Portofino ka qenë për mua, ka qenë dhe një foto sa bukur. A dhe lejmë emisionin hikim tani. Ndërsa Sabiana thot vendi më i bukur që kam vizituar ka qenë Prizreni. Hey Fatma, vendi më i bukur që kam vizituar ka qenë Greqia. Dhe Jessica thot Franca, ka qenë vendi më i bukur që unë kam vizituar ndonjëherë. Nuk e di sa ju tundon fan dhe ju për shembull si vend, po mund ta vizitoni dhe jam e sigurt që do ndajeni me përshtypje shumë të mira pas vinit na vizitoni këtu. Sigurisht mund na vizitoni në të gjitha rrjetet tona sociale të mundshme. Është tepër e thjeshtë, mjafton që ti të ndihesh pozitiv në maksimum dhe të shkosh bësh një shëtitje në Facebook për të parë lajmet që qarkullojnë aty, në Instagram për të parë fotot që qarkullojnë aty, në Twitter, që unë kam haberin fare çfarë është Twitteri dhe Twitteri, një Fatma dhe si funksionon. Çfarë tjetër? Në YouTube keni të gjitha puntat, të gjithë formateve dhe emisioneve që vijnë këtu që janë super cool, edhe edhe cute, edhe ka një fjali tjetër kështu si jashtet që dukemi si trendi. Dhe mbi të gjitha në intv.al ju mund të votoni për këngën tuaj të preferuar. Mjafton që të shkoni aty dhe si djathtas keni një tabelë që shkruan like ship top 10 me Fatmën. Edhe mund të klikoni sipër dhe të votoni për këngën tuaj të preferuar. Ka pasur shumë hyrje të reja gjatë kësaj fundjavë. Samantha erdhi me këngë të re, Elvana me 2+2 dhe me Kapital T ka ardhur me këngë të re, Ledri ka ardhur me këngë të re, Butriti ka ardhur me këngë të re, kështu që mund të votoni gjithë të hyrjet e reja që top lista të jetë totalisht e formatuar dhe e re në këtë të premte që vjen shumë shpejt edhe e premtja. Që është ditëlindja ime, po s'ka rëndësi kjo, nuk duhet ta themi më. Kam përshtypjen se mbaruam, po pastaj të ndjesim që s'dua të ndahem. Do themi një gjë tjetër në fund kot fare të zgjasim. Çura më thon Fatma mirë pafshim se alo dhe mirë pafshim takojmë nesër. Cause I'm a paper